një pyetje që aktualisht po flitet në rrjetet opozitare, sidomos me theks bërjen e njohur të panoramës së zgjedhjeve në Shqipëri për të huajt, të cilët një pjesë kanë filluar të zgjohen, po një pjesë si Ursula von der Leyen apo nuk e di të tjerët e Bashkimit Evropian kanë vendosur të mos ta trajtojnë. Duke thënë këtë, në qoftë se Partia Demokratike dhe opozitarët në Shqipëri tentojnë që ta bëjnë të dallueshme këtë tjetërsim industrial të votës në rang vendi, mendon që popullata në Lushnjë ka filluar ta kuptojë atë që ka ndodhur, apo reziston për ta kuptuar, apo për ta pranuar? Jo, e para njerë, mund duket një gjë e çuditshme, më duket sikur gjithë kanë votuar, po me diskutimet që bëjmë sot përditshmërisht, duket që gjithë kanë votuar për dënë, se flasim me një mlef. Edhe me dikë i cili kishte marrë monedhë, nuk e di emrin, por është dikush që është lushnjëhar dhe që takojmë tha, ore marrum ato lekë të zgjedhjeve ne kishe drejtë, se më dëgjojnë që flasë dhe më sa kishe drejtë na marrun ato lekë. Po voni pas kanë mbaruar se të tjerët i kanë mbaruar brenda javës. I pas ka kursyer fort. Po i thash, do të kishe prit shtatori se çfarë deri fillon mandati tjetër. Pra, ideja është këtu patjetër që ndjen këtë presion, e ndjen, unë kam bërë një fjalim për patronazhistët, se më vjen keq për ta, sepse ishin karikur kaq shumë, ç'a bën ta skema? Skema këtyre është që ti sjellim gjë nga Tirana, se këta këtu e kishin bërë kaq pa loçollek, pushteti vendor, pushteti qendror, më dhe kishin bërë balt, se normalisht konsumon pushteti patjetër dhe të gjithë ispostuan me kryetar partie PS, me kryetare bashkie, me gjithë ispostuan këta. Zero ata morën pjesë dhe erdhën gjithë këta nga Tirana, këta new entry, duke premtuar që këta janë palaço dhe ne do t'i zëvendësojmë se kanë punuar keq për PS, dhe karikuan një grup patronazhistë të tjerë të cilët se skeme postre, të cilët nuk ishin mirë me kryetarin e partisë o me kryetarin, pra nuk ishin ato relata, dhe u karikuan gjithë pjesa tjetër që u burra se kanë ardhur nga Tirana. Tani këta e para një gjatë fushatës për gjithë këto manovrat e veta punonin me numra WhatsApp-i dhe sinjali spanjoll, të cilën unë kam denoncuar dhe gjatë fushatës patjetër, jo vetëm tash ti, por vazhdoj të denoncoj. Këta çfarë bënin, koordinonin dhe çdo gjë marronte punë vetëm këta delegumit. Jo pjesa e kryetarit partisë apo PS-së që as si njofi një fare gjatë fushatës, por vetëm delegumit. Dhe çfarë halli ke? Pra duhet punë filani, pra njësitë administrative, të gjithë njësitë administrative dhe që në shërbim 8 orashin e punës dhe pjesa tjetër pa ikë në shtëpi fare me delegumit, për t'i bërë kronologjinë që identifikimin në shtëpi se çfarë nevojë kishte secila shtëpi konkrete. Pra donte një legalizim, vetëm se legalizimi. Sajmir, deri